Pavarësisht temperaturave të larta të ditëve të fundit, reporti i pediatrisë në Spitalin e Përgjithshëm Isa Grezda nuk ka regjistruar rritje të ndjeshme të rasteve të hospitalizuara. Doktoresha Surije Firza, pediatre, thotë se situata është nën kontroll. Këto ditë që kanë qenë temperaturat e larta, nuk kemi shumë rritje, kemi frekuencë të numrit të vizitave ambulantore dhe gjatë 24 orëve, por hospitalizime për fat nuk kena. Kena, por jonat që janë temperaturat e larta, nuk është rrit numri. Ndë rastet që po paraqiten më shpesh janë fëmijët me simptoma të zakonshme të verës si të vjella, shenja dehidratimi e jo vetëm. Gjatë kësaj periudhe të nxehtë, zakonisht i kemi bjellje dhe paraqitje për shkak temperaturave të larta, edhe frekuentimit normal të bazeneve, shkurja në det, temperaturat e larta, zakonisht bien fëmijët e dehidruar. Numri më i madh është tek dehidrimet kemi. Për të parandaluar komplikimet, doktoresha Firza jep disa këshilla të rëndësishme për prindërit. Zakonisht pika e parë që është, duhet prej orës 10 mëngjesit deri në orën 17 fëmiu duhet të jetë brenda, ose nëse është fëmijë më i rritur, duhet të qëndrojë nën hije, po jo shumë orë më tepër se 2 orë në hije. Ora 10 deri në 17 duhet të qëndrojnë në shtëpi, në ambiente të praskëta. Pika tjetër është që fëmiu duhet të ushqehet sa më mirë, me langje, me ujë, të freskohet. Do të jetë gjithmonë i praskët që mos të na vi deri te dehidrimi, edhe të ketë probleme mjekësore, shëndetësore. Pika tjetër është që të zakonisht për foshnjët e vogla, edhe fëmijët më të vegjël nën 5 vjet, të vishin sa më lehtë, me tesha të lehta, të pambukut, edhe të freskohet normal. Edhe në mes tjerave duhet të dimë të përgatitjen e ushqimit. Gjëja kryesore që kemi për shëndetin e fëmijët edhe mos marrë deri te këto probleme që kena verore, duhet që nëna kur ta përgatit ushqimet të përgatitet në maksimum me pastërti. Sa i përket kapaciteteve të spitalit, doktoresha Firza siguron se ekipi mjekësor është i përgatitur edhe këtë sezon ashtu si çdo sezon tjetër.